jam nëna e saj e vërtet. Çfarë po thua ti? Në spital i kanë gatruar bebet. Vajzën e Gjihan Gjirpënarit na e kanë dhënë neve, kurse vajzën toni ja kanë dhënë atyre. Hazal, ti e vajza ime. Asgjë nuk do të ndryshoj. Ti çdo herë do të jesh vajza ime e vetme, Hazal, të lutem. Kur e kuptove këtë? Tani shpejt, dje e kuptova. Dje e kuptove. Pse nuk më tregove mua? Jo, unë do të tregoja. Unë sot të takova me zotrin Gjihanin. Në mbrëmje desha që të ulem me ty dhe të tregoj çdo gjë. Hazal, hajde hape derën dhe të flasim mbi. Hazal, asgjë nuk do të ndryshoj po të them. Unë shumë të dua, Hazal, shumë. Hazal, unë sonte do të bëja... Largu! Mirdita, urdhëron. Unë dua të takohem me zotrin Gjihanin, Gjihan Gjirpënar. Si ti themi? Kush e kërkon? Jam vajza e tij Hazalli. Si ashtu? Meral, e pa telefonin tim? Përshëndetje. Hazal? E jetu him brenda. A tha që është vajza ti? Sht! Do më thënë nëna të tregoj. Ti din çdo gjë. Unë qenë kam vajza juaj. Po. Ashtu qenë ka. Tani shpejt e kuptuam, e din. Afro të përqafoj. Babi im. Me sa e kuptova jo. Ajo është brengosur për ty. Nuk është brengos. Po duhesh të lajmërojemi. Nuk ka nevojë as pak. Hazal, unë jam mjaftuar me nënën tënde. Ajo të don shumë ty. Jam i sigurt që ajo po vdes nga brenga për ty. Nëse dëshiron të lajmërojemi. Nuk është brengosur. Ju nuk e njihni Gylserenin. Gylserenin. Faleminderit. Ju a nuk do të hani asgjë? Jo, kam ngrënë vonën. Jam i ngopur. Hati shpirt. Po ti e baba im, unë dua të jetoj me ty. Në rregull. Por, si të thash, këtë do të bëjmë duke mos e mërzitur askënd. Do të bisedojmë unë ti, zonja Gylseren, bashkëshortja ime, pra nëna jote, Gjansu. Gjansu kush është? Gjansu është vajza ime, vajza që e kanë gatruar në spital, kupton pra. Ju nuk më doni mua. Hazal. Jo, ju nuk më doni mua. Si mos të dua shpirt, unë të dua shumë ti. Nuk më doni pra? Shpirt, të lutem qetëso tani. Nuk më doni mua, lërmëni. Të lutem të flasim, të lutem. Kurse unë sa shumë më ndrova, sa shumë më gëzova që do të kem një baba, për ju nuk më doni mua. Hazal, të lutem.